Shumë faleminderit që keni pranuar ftesën që këtë iftar ta hajmë bashkërisht. U bë tashmë traditë dhe shpresoj që edhe ta vijojmë këtë frymë të mirë për me nda edhe disa mesazhe solidariteti e paqe në këtë muaj të shenjtë, por edhe me diskutu mes grash e vajzash për qytetin tonë të mrekullueshëm, për bazën e qytetit të Shkodrës, por edhe të secilës për jush në tavolinë, që është familja edhe rëndësinë e saj, e cila akoma më shumë në këtë muaj na bën me reflektu edhe me paqen në fund të ditës, në momentin që kena familje të mira e të shnoshta, kena edhe një shoqëri, një Shkodër e një Shqipëni akoma më të mirë. Agjërim të pranuar për kush ka agjëruar gjatë muajit, ndërkohë që për të gjithë të tjerët, paqë, bekime, solidaritet e begatim familjet tuaja. Se në kishtë më luhu i shpi, një kem kapi me hënë gjithë shka. Dhe në amelcina, e ka ba vjehra, thotë me hënë, ku se habër? Kur se habër? E kam përmendi ku një podcast. Do ta kishte ba gjdo shkodrane, ti aseti kolos jetu si Shkodrës. Njeri u njife. Ja, falem në shumë. Jam shumë minjos, momentet më të shtira. Unë jam rritë në lagje katolike, e tru me dërgoj Bereja. Edhe sot kam një motër Marije, motër që i kena pi gjak, e kam në meritë. Edhe ta në shoqet i kam pas, Madalenën e Gjinën e tani i kam pas si motëra. Dhe më thani jam rritë, nuk e kam absolutisht, s'kam menu që unë jam muslimane, ata në katolike. Edhe një shamull di me më thonë, që unë në 12 për qerek natën e krysh linjeve, baba jem të i kënë fetar, mu më ka që prej gjumit me shku në kishë madhe. Edhe mojnë men në krahin e majtë, po kënë Bekleni, edhe kam shku për gjdo vit. Kja është një gjanë, një mrekullime e thonë kuj, që kam shku për gjdo vjetë, dhe kam shku me shumë. Vizitën e Nën Teresës në Shkodër, gjithashtu edhe hapjen e xhamisë së Plumbit, por edhe vizitën e njërit prej popëve në qytetin tonë, dhe gjithashtu në Mamën gjithmonë shkoshin në kishë kur ishin krizmimet për me pa ritualin se ishte diçka shumë e bukur, edhe kishe lezet me pa edhe fëmijë të veshur në të bardha, edhe një ritual. Për mua është një pasioni e madhe kjo edukat dhe shpresoj që edhe ne brezave tonë t'ja të i qojnë të njëjtën edukat dhe harmoni njëri me tjetrin.